Zyrtarët rus dhe amerikan përfunduan bisedimet në Arabinë Saudite të hënën me qëllim arritjen e përparimit drejt një armëpushimi të gjerë në Ukrainë. Washingtoni synon një marrëveshje të veçantë armëpushimi detar në detin e Zi përpara se të sigurojë një marrëveshje më të gjerë. Pamjet treguan delegacionin rus duke u larguar nga vendi i takimit dhe duke pozuar për foto përpara se të hipnin në makinat e tyre. Përfaqësimi i Rusisë përfshinte Grigori Karasin, ish diplomati i cili tani është kryetari i Komitetit të Punëve të Jashtme të Dhomës së Lartë të Parlamentit Rus, dhe Sergej Beseda, këshilltari i drejtorit të Shërbimit Federal të Sigurisë, agjencia kryesore pasardhëse e KGB-s së epokës sovjetike. Bisedimet, të cilat pasuan negociatat e Shteteve të Bashkuara me Ukrainën në Arabinë Saudite të dielën, vijnë pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump intensifikon përpjekjet e tij për t'i dhënë fund konfliktit 3 vjeçar, pasi javën e kaluar ai foli me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe presidentin rus Vladimir Putin. Shtëpia e Bardhë thotë se qëllimi i bisedimeve është arritja e një armëpushimi detar në detin e Zi, duke lejuar rrjedhën e lirë të anijeve, megjithse zona nuk ka qenë vendodhje operacioneve intensive ushtarake muajt e fundit. Një burim i informuar mbi planifikimin për bisedimet tha se pala amerikane drejtohej nga Andrew Pigg, drejtori i lartë në Këshillin e Sigurisë Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë, dhe Michael Anton, zyrtar i lartë i Departamentit të Shtetit.